Në një mbretëri të largët jetonte një mbret me vajzën e tij. Vajza e tij nuk qeshte kurrë. Ajo ishte shumë e trishtuar. Edhe mbreti mendoi që të jepte tokën e tij më të mirë për atë që arrinte ta bënte vajzën për të qeshur. Dhe nëse vajza do pranonte, ata dhe mund të martoheshin. Ky lajm u hap shpejt në të gjithë mbretërinë. Shumë njerëz u mblodhën, erdhën. Ata tregonin barsaleta të çuditshme. Ata bënin numra, lojra, gjëra nga më qesharaket dhe vajza i shikonte me një shikim të zbrazët. Asgjë nuk e bënte atë për të qeshur. Derisa një djalë naiv shkoi trokiti në pallat. Ai tha, unë nuk dua të bëj vajzën tënde për të qeshur, unë dua thjesht të më japësh një punë. Okej, tha mbreti, ti mund të presësh dru. Ai preu drut, i sistemoi, punonte shumë dhe pa u lodhur. Mbreti për shpërblim i dha një copë të madhe mishi. Djali e lidhi me litar dhe tërhoqi zvarr për ta çuar në shtëpi. Qentë u mblodhën rreth tij. Ai nuk e kuptoi që ata do ja hanin copën e mishit, por ishte aq naiv sa mendonte që qentë po gëzoheshin që ai po çonte mish në shtëpi. Kur shkoi atje, mamaja e qortoi, i tha, të lutem, herës tjetër copën duhet ta mbaje në kokë. Okej, tha djali, do ta mbaj në kokë. Kur shkoi të nesërmen, i kërkoi sërish punë mbretit. Pasi bëri punë të vështira, mbreti për shpërblim i dha një copë qalpi. Djali e mbajti në kokë, madje i vuri dhe kapelen. Gjalpri shkrinte nën vapën e nxehtë. Shkriu dhe djali u kthye në një top gjalpi. Ai kishte shumë vullnet. Shkoi në shtëpi, e ëma u habit, djali im mendje lehtë, pa mbajë gjalpi në kokë në këtë temperaturë. Ajo e lau me ujë të nxehtë dhe i tha, gjalpin ti duhet ta mbaje në dorë dhe ta fusje në ujë. Ditën e tretë, mbreti i dhuroi një qenush. Djali e mbante qenushin në dorë dhe rrugës e fuste në ujë. Dhe qenushi shkret me rrohej. Qenushi u plevitos, vetëm të shtinte, i gjori ai.